Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 17 në Radio Televizion në Kosovës. Sot po shënohet dita memoriale të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në këtë ditë, përjetimet si viktimë e kësaj dhune për herë të parë publikisht i rrëfeu Ramadan Nishori. Para shumë të pranishmëve, ai tregoi në detaje të gjitha vuajtjet gjatë luftës si 22 vjeçar dhe për përpjekjet për ta kaluar këtë traumë. Ai tha se nuk dëshiron që njerëzit ta shikojnë me keqardhje, por me respekt si një njeri që ka luftuar shumë për të mbijetuar. Duke prit në korridor ato, ka u anshën policia në asetëshën. Dhe kanë orë dy policë në uniforma, kanë po për kreve, kanë ngre zhag, dhe kanë shtime një banje ato. Dhe ato ndu dhe ma e keqja. Ma e keqja që mund të ndodhë një njerit. Se ato kur në kësha menu që më ndodhë mua. Dhe një unë më dhonaj. Dhe duke u përgatiti dytë për dhunë, nga britmat e mija, a i shqiptori që u kënë ato, i ka ro deres, u imrana dhe më kanë zirë vjatë ujtë. Edhe më kanë marë, edhe më kanë shqitër në zyren, ku në marë shën pyqje. Ko mu, atë ditë nuk më kanë marë pyqje ma. Po ata policë civil, filluan më kësnjë. Se kjo shkat nga ndorë ty, nuk u të zokë kur njët me tregu kërkuje. Dhe kërë që a i shqiptore që punoj ka të më përcjeli deri të dera e stacionit dhe shkova ullëm kujna konë në garaj dhe stacionit. Në nesmen, e 28 shtatorit, e këshin pasbon një list ata dhe në therën me amna mbi amna, në hypën autobus dhe në përën burgën e Prishtinës. Edhe në burgën e Prishtinës, ma maltretime mas njerëzore të mundshme. Burgën e Prishtinës, kom nejtë, dikon 3 muaj e gjysë, si jam i sakt me datë. Prej burgit Prishtinës, më kanë transferu në burgin e Lipjanit. Po edhe ato, maltretime që nuk mundet bja morë menja njeriut. Gjatë kohës bombardimeve, pa të nordë mjek edhe gardiantë bashkë. Dhe në batën thonë, se kush dënë me dhonë gjak, këna me dhonë bukë ma shumë. Ka posë ato, dhe i kanë dhonë. Po në kja kanë dhonë asë një kashore ma shumë. Dikun, fillim mojtë, në kanë transferu në burgën e Dobrovës. Atje, përjetova masakrën. Një masakrë shumë të mërshme. Po, për mua në atë ku vdekja ishte poqë. Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive e Qendrës për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, deklaroi se për këta persona është shumë e vështirë të vendosin të rrëfehen për dhunën seksuale të përjetuar gjatë luftës. Prandaj, ajo çmoi lart guximin e Ramadan Nishorit. Në një shoqëri ku burëria glorifikohet, është shumë e vështirë për një burë me nda përvojën e tyre traumatike e aq më shumë dhunimin. Kjo bëhet edhe më e vështirë kur kjo armë e luftës ushtrohet në prezencë të fëmijëve të tyre. Pra, pas shumë vitesh për kushtim dhe përpjekje, ky zinxhir guximi vazhdon këtë herë me një burë që vendosi të flasë, të ngrihet dhe të tregojë të vërtetën e tij. Ky është një akt i rrallë
i thellë dhe transformues, jo vetëm për të mbijetuarin vetë, por për të gjithë ata që ende ndihen të padukshëm, të heshtur dhe të stigmatizuar nga shoqëria jonë. Vasfije Krasniqi Gutman, e mbijetuara e parë që ka rrëfyer historinë e saj të dhunimit seksual në mënyrë publike, i ka dhënë kuraj nishorit për bërjen publike të dhunës ndaj tij. Së bashku edhe me të mbijetuarën tjetër Shyrete Tahiri Sulejmani i shprehen mirënjohje për guximin e tij. Shumë faleminderit. Që nga sot, kjo ditë të shndrohet në guzim për të gjithë viktimat. Shumë faleminderit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti bashkë me kabinetin qeveritar bën homazhet e memoriali heroinat në ditën memoriale të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kjo ditë synon të njohë padrejtësinë e përjetuar dhe traumën si pasojë e krimeve të tilla dhe njëkohësisht të rrisë ndërgjegjësimin për të drejtësinë e vonuar dhe luftën kundër stigmës. Në ditën memoriale të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, qeveria zgjati periudhën e aplikimit në Komisionin Qeveritar për verifikimin dhe njohjen e statusit të kësaj kategorie. Këtë e bëri të ditur kryeministri në detyrë Albin Kurti, derisa përmendi edhe Ramadan Nishorin, i cili theu heshtjen dhe u bë zëri i parë publik i burrave të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës. Kurti tha se afati për të parashtruar kërkesën për njohjen e statusit të viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës zgjatet deri më 15 maj 2027. Ndërkaq mandati i Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës çlirimtare të Kosovës është deri më 15 maj 2028. Sot janë regjistruar deputet të rinj të Kuvendit të Kosovës nga radhët e koalicionit AK-Nisma dhe partive të tjera nga Pakica Serbe. Pas regjistrimit si deputet i Kuvendit të Kosovës, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj foli edhe për pritjet që ka për seancën e nesërme, ku do të bëhet konstituimi i Kuvendit. Duke folur për nismën social-demokrate të Fatmir Limajt, me të cilin është në koalicion, Haradinaj u shpreh se ka kohë që me të nuk ka pasur komunikim. Ne në princip votojmë kandidatin për kryetar të Kuvendit, kuptohet do të bëjmë konsultat ndërsjella dhe me partit tjera opozitare, pra me për LDK, po besoj që konstituimi i Kuvendit është interes i gjithëve. Më pastaj, pra sikur se ju e dini, Aleanca angazhohet edhe punon që qeverin ta krijon opozita, pra në raste pa mundësisë ose të mos krijimit shumicës nga opozita. S'kam komunikim nga intervista e funit e famshme e zotit Limaj. Ka qenë shumë e vështirë, pra krijimi i shumicës nga opozita vetveteu, pozicionimi i tij hershëm e ka bërë edhe më të vështirë, ka qenë i parakoshëm. Edhe nëse Nisma dhe Limaj mbështesin pushtetin, kuptohet që ata ndahen nga ne. Po është një ndarje mjaft e turpshme për shkak se kemi kërkuar votë për ndryshim. Kryetari i nismës social-demokrate Fatmir Limaj pas regjistrimit si deputet para medjave deklaroi se deri tani nuk kanë asnjë marrëveshje politike me askënd. Ai u shpreh se nisma nuk ka marrëveshje me askënd deri më sot dhe sipas Limajt, kjo parti do të punojë fort në krijimin e këtyre institucioneve që Kosova mos të shkojë në një krizë parlamentare. Limaj u shpreh se nuk e di se çka ka ndodhur dhe se nuk ka pranuar asnjë shkresë nga askush, prandaj shtoi se kushdo që ofrohet janë të gatshëm të bisedojnë. Më shumë se kur Kosova ka nevojë për një ecje të fuqishme ekonomike, më shumë se kur ka nevojë për një dinamizim të politikës së jashtme, të partneritetit me miqt, të bashkëpunimit me miqt. Ne më kthy Kosova, jo një tabelqitje, po më kthy Kosova me argumentet e saj fuqishëm, me marr tempon e iniciativën e argumenteve të veta, plasimin aty në argumenteve atje ku duhet, dhe kështu një dinamizim i ri dhe ne do të japim kontributin tonë. Ne presim që qeveria institucionet të krijohen sipas afateve kushtetuese. Ne do të luajmë rolin tonë në krijimin e këtyre institucioneve, pra sa neve na takon e kërkohet nga ne.
Lideri I iniciativës së re demokratike të Kosovës, Elbert Krasniqi, së bashku me Emilia Rexhepin nga Partia e Re Demokratike, që përfaqëson komunitetin bosnjak, si dhe deputet të tjerë të partive minoritare, janë regjistruar sot në Kuvendin e Kosovës si deputet të ri të legjislaturës së nëntë. Krasniqi tha se ata do të votojnë për konstituimin e Kuvendit, si dhe qeverisë Kurti. Ai u shpreh se si grup parlamentar I komuniteteve në këtë grup do të jenë së paku edhe 2 deputet të partisë turke, duke shtuar se aktualisht janë 7 e që nënkupton se janë për votimin e kryetarit të Kuvendit dhe të qeverisë. Kurse Rexhepi deklaroi se vetëvendosje tashmë e ka përcaktuar kandidatin për kryetar të Kuvendit të Kosovës, por tha se zbulimi I emrit të tij është detyrë e kryeministrit në detyrë. Kryetari I Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë nga komuniteti serb, Nenad Rashić, tha se nuk është optimist që nesër, kur është caktuar seanca për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, të formohet edhe ekzekutivi I ri. Duke folur për pakicën serbe, tha se qytetarët e këtij komuniteti janë nën presion të vazhdueshëm nga qeveria e Serbisë dhe regjimi aktual I Aleksandar Vučićit. Rashić u shpreh se edhe serbët që kanë shkuar në protestën pro Vučićit pardje në Beograd janë të shantazhuar e të kushtëzuar. Unë e di që po ndodhet, ka ndodhur prej fillimit dhe po ndodhet prapë ndaj politikës se cilë e përfaqësoj unë, ndaj bashkëpunëtorët e mi, ju kontribuar dhe juve se shumë herë ka ndodhur që jo vetëm që po nalin në kufi, por nuk mundeni ka 4 orë duhet të prit një tje, por po ashtu në thirrje të do intervista informative si shtojnë ata, qoftë në polici, në Serbi, qoftë në BIA, prandaj kjo për mua nuk është asgjë e re. Kjo zgjatet që 12-13 vjet. Prandaj nuk e pres që prej Beogradi, sikur që e kemi tash, këtë regjimin Beograd, mos ta generalizojmë se Beogradi ka shumë fytyra, por në këtë rast këta ose parti politike që është aksidentalisht në pushtet tash në Serbi, e keq përdorin çdo mënyrë, jo vetëm ne si politikanë, por çdo qytetar serb që jeton këtu. Te keni pas rastin që të shohni dhe ju pardje kur ka ndodhur ai demonstrata, mitingu I madh në Serbi, krejt ata njerëz që kanë shku prej Kosovës kanë qenë shantazhuar. Ka filluar sot takimi I Këshillit të Ministrave të Jashtëm të BE-s që mbahet në Luksemburg. Paraprakisht, përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme e siguri, Kaja Kallas, deklaroi para mediave se në këtë takim do të diskutohet për shumë tema. Kallas tha se fillimisht do të flitet për agresionin rus mbi Ukrainën, pasi janë bërë një muaj që kur ky vend u pajtua për armëpushim pa kushte, por nuk është parë gatishmëri nga Rusia. Ajo sqaroi se këtë vit shtetet evropiane kanë rritur ndihmat në 23 miliard euro më shumë se vitin e kaluar, por tha se duhet bërë më shumë presion ndaj Rusisë që të ndalet lufta. Kallas foli edhe për Ballkanin Perëndimor, duke shtuar se shihen tensione që rriten dhe definitivisht duhet vazhduar me procesin e zgjerimit, sepse kjo është diçka e vërtet e prekshme dhe se ka nevojë për storje suksesi. Ministrja në detyrë e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla është takuar me ministrin e jashtëm të Belgjikës, Maksime Prevot. Përveç diskutimeve mbi mundësinë konkrete të thellimit të bashkëpunimit në disa fusha, u trajtua edhe rëndësia e trajtimit të barabartë të Kosovës në të gjitha forumet evropiane. E gjatë ditës, Gërvalla takoi edhe ministrin e jashtëm të Luksemburgut, te I cili kërkoi kontributin e tij në heqjen e masave të BE-s ndaj Kosovës. Ministri I Financave Hekuran Murati nënshkroi marrëveshjen e grantit në vlerë prej 5 milion eurosh së bashku me drejtorin e Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim dhe me përfaqësuesin e kompanisë rajonale të ujësjellësit Mitrovica Bashkim Kurti. Granti është pjesë e projektit për zhvillimin e infrastrukturës ujrave të zeza në rajonin e Mitrovicës, ndërsa parasheh ndërtimin e një impjanti modern për trajtimin e tyre, rehabilitimin dhe zgjerimin e rrjetit ekzistues në komunat e Mitrovicës dhe të Vushtrrisë, përfshirë edhe zonat përreth. Shërbimi spitalor dhe klinik universitar I Kosovës, I përfaqësuar nga drejtori I përgjithshëm Elvir Azizi dhe organizata humanitare Care for Kosovo Kids, përfaqësuar nga Anke Gerritz, nënshkruan 2 memorandume mirëkuptimi. Me këto memorandume synohet përmirësimi I infrastrukturës dhe cilësisë së trajtimit të pacientëve në repartet pediatrike të Çokuqës. Marrëveshja e parë ka të bëjë me zbatimin e sistemit të platformës moderne për regjistrimin dhe menaxhimin e të dhënave
të pacientëve, kurse e dyta në vlerë prej 50.000 euro për rinovimin e kuzhinës në klinikën e pediatrisë. Oskar Pjatsi ka triumfuar në garën për çmimin e madh të Bahrainit në Formula 1 për të regjistruar kështu fitoren e dytë sezonale të tij, derisa një herësh kjo ishte fitoria e parë e skuadrës McLarenet në historinë e saj në shtegun e Bahreinit. Oskar Piastri ka triumfuar në garën për çmimin e madh të Bahreinit në Formula 1 për ta regjistruar fitoren e tij të dytë sezonale. Gara u dominua nga piloti australian i McLarenit që u nis nga pole position dhe e ruajti kreun deri në fund. Në vendin e dytë përfundoi britaniku George Russell në Mercedes, i cili fitoi konkurrencën me antarin e skuadrës McLaren Lando Norris që zuri vend në podiumin fitues. Ajo që vlen të veçohet është fakti se sërish jashtë podiumit mbeti skuadra Ferrarit pasi dy garuesit e kokuqës Charles Leclerc dhe Lewis Hamilton përfunduan në pozitat 4 dhe 5. Edhe më keq performoi kampioni në fuqi Max Verstappen pasi që antari i skuadrës Red Bull e zuri vendin e 6 duke mos arritur për asnjë moment të futet në garë për fitore. Gara ishte interesante për shkak se shumë nga pilotët përdorën strategji të ndryshme me gomat, ndërkohë që edhe hyrja makinës së sigurisë në shteg në mesin e garës bëri që gjithçka të ishte hapur deri në fund me shumë parakalime. Në zonën e pikëve u rëndetën edhe Pierre Gasly, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda dhe Oliver Berman, ndërsa për t'u veçuar fakti ishte se ky është suksesi i parë i McLarenit në historinë e saj në shtegun e Bahreinit. Me ndeshjet e zhvilluara të dielën pas mesnatës me kohën tonë lokale ka përfunduar sezoni i rregullt i garave në ligën më të fortë të basketbollit në botë NBA. Me këtë rast parandeshjeve shtesë pritet të përcaktohet radhitja përfundimtare e skuadrave që do të marrin pjesë në garat e play-offit. Janë zhvilluar ndeshjet e fundit të sezonit të rregullt në NBA League, me çka janë mësuar emrat e skuadrave pjesëmarrëse në garat shtesë në play-off dhe në play-in. Pas ndeshjeve play-in do të bëhen të njohura të gjitha çiftet e play-offit, pasi skuadrat më të mira të sezonit të rregullt janë ende në pritje për të kompletuar formati i ekipeve pjesëmarrëse në etapën përfundimtare. Sacramento Kings, Dallas Mavericks dhe Golden State Warriors e Memphis Grizzlies do të luftojnë për dy vendet e fundit të lira në konferencën e perëndimit, derisa dy vendet në garat shtesë nga konferenca e lindjes do të mundohen të sigurojnë Chicago Bulls, Miami Heat dhe Atlanta Hawks, Orlando Magic në ndeshjet të cilat do të zhvillohen gjatë ditëve në vazhdim. Formati i garës është i tillë që në raundin e parë luajnë e 7 kundër të 8 dhe i 9 kundër të 10, derisa ndeshjet e para të kësaj faze do të zhvillohen me 17 prill. Kujtojmë që titullin kampion të NBA-s e mbron Boston Celtics, i cili mundi skuadrën Dallas Mavericks në finalen e vitit të kaluar duke fituar në fund edhe unazën e më të mirit. Izraeli intensifikon ofenzivën mbi Gazën me mira të vrarë dhe qytete të shkatruara. Hamasi ofron lirimin e pengjeve në këmbim të përfundimit të luftës, ndërsa kriza humanitare arrin kulmin. Situata në rripin e Gazës po përshkallëzohet në mënyrë dramatike me ushtrinë izraelite që ka intensifikuar ofenziven e saj si nga toka ashtu edhe nga ajri. Sulmet e fundit kanë përfshirë zonat e mbetura në jug, veçanërisht Khan Yunis, duke shkaktuar viktima të shumta dhe dëme të mëdha në infrastrukturë. Bombardimet kanë prekur gjithashtu objekte shëndetësore, përfshirë spitale, ku një fëmijë palestinez humbi jetën si pasojë e ndërprerjes së trajtimit mjekësor sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë në Gaza raportoi sot se numri i viktimave ka arritur në 50.983 të vrarë dhe 116.274 të plagosur. Vetëm në 24 orët e fundit janë vrarë 38 persona, ndërkohë që një trup i gjallë është nxjerrë nga renojat. Që nga fundi janë pushimit me 18 mars, forcat izraelite kanë vrarë të paktën 1.613 palestinez dhe kanë plagosur mbi 4.200 të tjerë. Një pjesë e konsiderueshme e viktimave janë gra dhe fëmijë. Tensionet janë të larta edhe në Jeruzalemin lindor, ku mbi 765 kolona izraelite kanë hyrë në kompleksin e xhamisë Al-Aqsa në mbrojtjen e ushtrisë për të kryer rituale fetare gjatë festës së Pashkve.
Guvernatori i Jeruzalemit e ka cilësuar këtë akt si një provokim të qëllimshëm dhe një shkelje flagrante të status quo-s ndërkombëtare. Në një deklaratë e re, një zyrtar i lartë i Hamasit ka shprehur gatishmërinë për të liruar të gjitha pengjet izraelite në këmbim të një marrëveshjeje serioze, shkëmbimit të burgosurve dhe garancive të qarta ndërkombëtare për përfundimin e luftës në Gaza. Negociatat po vazhdojnë në Kairo në ndërmjetësimin e Egjiptit, Katarit dhe Shebaz, por Hamasi akuzon Izraelin për obstruksion dhe mungesë vullneti. Sipas raportimeve izraelite, një propozim i ri përfshin lirimin e 10 pengjeve në këmbim të angazhimeve amerikane për fazën e dytë një armëpushimi. Megjithatë, pengesa mbetet mungesa e besueshmërisë ndaj angazhimeve izraelite. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve, ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim.